Komuna e Gostivarit, nëpërmjet ndërmarrjes komunale, ka lëshuar në terren mekanizëm të posaçëm që bën pastrimin e trotuareve nga pluhurit dhe mbeturinat e akumuluara prej kohësh. E në ndërkohë, ka filluar edhe larja dhe pastrimi i rrugëve të qytetit, e cila po bëhet prej ditësh dhe në mënyrë permanente. Kjo procedurë do të vijojë gjatë gjithë periudhës së verës dhe kjo me qëllim që gjatë ditëve të nxehta, qytetarët të frekuentojnë nëpër rrugë e trotuare të pastra dhe të mund të evitojnë të gjitha pasojat e padëshiruara që mund të vinë në shprehje nga çdo lloj papastërtie. Kështu njoftoi kryetari i Këshillit Komunal në Gostivar Namik Durmishi gjatë seancës së sotme të Këshillit Komunal, pas raportit që përfaqësues të ndërmarrjes publike komunale po bënin për periudhën 1 janar 31 mars. Para 4 ditëve janë lëshuar në terren 2 mekanizime automatike që janë të mira, sepse çështja e punëtorëve dhe atë dim si është. Domethënë gjithkush nuk del aty 20 orë 3 të pastrojë gjitha pjesën e terrenit dhe ne vetëm ta keq përdorim gjuajmë vend e pa vend. Mirëpo, edhe ato mekanizma janë çdo pikë tani filloi para ajo hekja ose mbledhja e pluhurit nga trotuaret me ato makinat që janë shumë efektive. Dhash Zotit ruhën ashtu dhe të punojnë dhe pastaj pason faza e dytë me shpërlarje. Çdo natë kemi larje të pjesës qytetit, nuk kemi arrit gjithë pjesët, domethënë të frekuentojmë cepet. Mos sot dikush se kemi arrit sepse e gënjejmë vetveten. Mirëpo tani kemi filluar nga qyteti dhe dal ngadalë do fillojmë me pjesët tjera. Besojmë se do ketë përmirësim. Këshilltari Aziz Dauti, që vjen nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim, kërkoi shpjegim nga përfaqësues të ndërmarrjes se përse në lagje të caktuara mbeturinat nuk mblidhen me javë të tëra. E në disa fshatra që i paguajnë ndërmarrjes, furnizimi me ujë të pishëm nuk është i bollshëm. A mundet përfaqësuesja ose dikush tjetër nga ndërmarrja të na sqarojë çfarë nuk shkon edhe pse mbeturinat nuk mblidhen, domethënë ka lagje ku me javë tëra kontenjerët e mbeturinave nuk mblidhen. Si pikë e parë, si pikë e dytë është do ndërlidhe me me ndërmarrjen komunale, disa pjesë lagjes, disa lagje të fshatit Forin, uji, domethënë ose presioni ose pompat të cilat janë marrë në mbikëqyrje nga pagesat e tyre nga ndërmarrja komunale, nuk funksionojnë dhe lagjet tëra kanë ngel pa ujë të pishëm ose me presion minimal. Përgjigje këshilltarit Dauti i dha sërish kryesuesi i Këshillit Namik Durmishi. Ai tha se së shpejti ndërmarrja pritet të furnizohet me kamion të rinj për bartjen e mbeturinave sepse mekanizmi i vjetër kohë pas kohe po dështon dhe në lagje të caktuara ndodh të mos mblidhet bërlloku me kohë. Megjithatë, ai bëri thirrje që edhe qytetarët të bëhen më të ndërgjegjshëm dhe në momentin që kontenjerët të jenë bosh të mos i hudhin mbeturinat poshtë në rrugë. Janë në pyetje kryetari bashkë me ndërmarrjen kanë marrë vendim diku 2 deri 3 kamiona të rinj sillen. Kamionat janë, domethënë vjetër, e para, e dyta, kemi kamiona në terren, aq sa kemi dhe kapaciteti është ky. Mirë po, nuk mund të themi se nuk punohet, non-stop punohet, po ka raste në lagje, shembull, ndoshta ndodh ndonjë lagje vonesa 1 javë, mund ndodh edhe 2 javë, shkaku i këtyre problemeve. Realisht, ashtu që e thua ti, nëse ka pas raste e 3 javë nuk e mohoj, sepse nuk jam unë prezent çdo lagje. Realisht, mirë po, keq përdorimet duhet bëjmë një apel nëse këshilltar, pra të mundohemi ta ruajmë ato pikat, i ruajmë atë sa kemi mundësi. Ndërmarrja jemi fakti gjallë se punën e vetë bën me ato kapacitete që i ka dhe besoj se tash me përmirësimin me marrjen e këtyre kamionave edhe më tepër do rritet edhe kjo pjesa e eficiencë e pastrimit të mbeturinave. Edhe këshilltarja Ema Neshkovska nga LSDM-ja apeloi që larja e rrugëve gjatë periudhës së verës të bëhet në mënyrë permanente, sidomos për faktin që do të vinë edhe mërgjimtarët dhe rrugët do të jenë më të frekuentuara.